Një hartë që nuk e kishte Kosovën dhe Shqipërinë të kufizuara siç duhet, që disa muaj ekspozuar. Më 20 mars 2025, Kallzo.com ka raportuar për një hartë që nuk e kishte Kosovën dhe Shqipërinë të kufizuara siç duhet e që ishte ekspozuar në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës. Një ditë më pas, ne kemi marrë përgjigje prej fakultetit edhe prej rektoratit të UP-s, ku fakulteti na ka treguar se kjo hartë ka qenë që disa muaj ekspozuar në fakultetin e tyre dhe se ka qenë në kuadër të një projekti të rektoratit të UP-s që kishte të bëjë me një kënd ndërkombëtar për promovimin e shkëmbimeve ndërkombëtare të studentëve të UP-s. Fakulteti na ka premtuar se studentat dhe profesorët e tyre do ta vlerësojnë edhe do ta shohin se si të veprojnë në korrigjimin e kësaj harte, kurse rektorati i UP-s na ka premtuar se javën e ardhshme, duke nënkuptuar për këtë javë, do të korrigjohet kjo hartë në Fakultetin e Arteve të UP-s. Ne kemi ardhur më 26 mars, domethënë ditën e djeshme, dhe kemi vërejt se në hartë është mundu që ajo të largohet. Mirëpo sot, më 27 mars 2025, kemi pa që është vendos komplet një hartë e re, në të cilën është e kufizuar edhe Kosova dhe Shqipëria ashtu siç i kanë kufit e tyre shtetëror. Në hartën e përparshme kemi vërejt që edhe shtetet tjera nuk kanë qenë të kufizuara siç duhet. Gjithashtu në 6 muaj më parë, Kallzo.com ka raportuar edhe për një hartë të tillë që kishte qenë e njëjta me atë një javë më parë në Fakultetin e Arteve, që nuk e kishte pas Kosovën dhe Shqipërinë të kufizuara siç duhet. E kjo hartë 6 muaj më parë ishte hequr në Fakultetin e Filologjisë të UP-s, pasi që kishin reaguar studentët edhe profesorët. Sot, më 27 mars 2025, kemi kontaktuar edhe me ushtruesin e detyrës së sekretarit të përgjithshëm të Universitetit të Prishtinës, Besnik Lozhën, edhe Lozhën na ka konfirmuar se është ndru komplet harta në Fakultetin e Arteve të UP-s dhe na ka treguar se harta të ngjashme, si ajo që ishte një javë më parë në Fakultetin e Arteve, duke mos e pas Kosovën edhe Shqipërinë të kufizuara siç duhet, kanë qenë edhe në Fakultetin e Arkitekturës, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, si dhe në Fakultetin Ekonomik. Lozha ka thënë se u ka kërkuar menaxhmenteve të këtyre fakulteteve që ta heqin këtë hartë që nuk e ka pas Kosovën dhe Shqipërinë të kufizuara siç duhet, ose ta heqin apo ta vendosin një si kjo në Fakultetin e Arteve të UP-s.